Apo lua, faleminderit për këtë pyetje vllai i madh. Apo lua një rol brenda Big Brother VIP? Po patjetër po luaj rolin e antagonistit sepse Kristi s'diti më e bë. Në çdo film ka një protagonist, një antagonist ose disa. Dhe unë zgjodha që të marrë vëmendjen e publikut me një antagonizëm pa pam, sepse kishte 31 ditë që loja ishte e fortë, Kërvati po mbizotronte opinionin publik, dhe unë doja që atë ta thyja si tip imazhit. Me një imazh më të keq se ajo ndoshta, a kupton, por gjithmonë nuk e kam bërë për sulme drejt për drejta, por vetëm ato që më kanë provokuar. Siç ishte lagja e Kërvatit dhe unë torturimin e Kristit me atë zilen, bing 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 bing. Edhe fjalët e tjera që i kam thënë Kristit, kupton? Patjetër, po luaj një rol, por në fakt në rrugë të madhe, në mahall për shembull, nuk shkojmë për me sulmuar. Ato që vinë na sulmojnë do i presim kështu siç i prestoa, kupton? Me kundërpërgjigje. Pra patjetër po luaj një rol, edhe nuk jam ky unë që ju shihni jashtë, me të vërtetë jam njëri shumë i qeshun, jam njëri selektiv, nuk para merr me shumë njerëz, a kupton? Ato që më njohin tregojnë vetë, a kupton? Duke përfshirë armiqt. Kështu që po patjetër po luaj një rol, as bëhet llaf. Por jam i vërtet. Rol aktrimit, domethënë po luaj.